E ku ka më mirë? Volare. Se me vazhdu programin pikrisht me këtë ritëm, me këtë këngë kaq të bukur. Dhe jo me fluturu shumë, sepse volare është fluturoj në italisht. Po, dhe me motor... automjete nuk duhet të fluturoni shumë, një por disave ju dalin kratë nga njerë. Kështu që nuk kam faj, do me thënë se dhe këngët ua përshtatin ashtu që jepi, flutura, por jo qëndroni në tokë më mirë. Kështu, shpresoj që e kemi qelluar dhe bazën muzikore për të ftuarit tanë, për eventin që do na flasin ata. Natyrisht dhe 2 ditët e këtij vikendi, shtuna dhe djela në Prishtinë do t'jenë mjaft me adrenalin, sepse realizohet festivali i dyti me radhë që ka të bëj me motorët. Vespa, që e pyeta Maxin, çka është Vespa dhe hina më mandej pak e hulumtova dhe unë dhe motorët, do me thënë, po e dija pak nësë informacione apo a vëzit motor? Jo. Por jam një pasagjer shumë i mirë, por në Vespa nuk ka vënë, duke sa është për një person. Mirë, këtë do të na tregojnë më së miri ata të cilët e organizojnë këtë festival për herën e dytë. E kemi Lotremi Stogun. Lotremi se erdhe në emision. Është nga Vespa në Fanatics Prishtina, që ka ardhur bashkë me një motoriste e cila dhe në duke ka Leutrimin e kena bërë si të familjes, me që është hera e dytë, ndërsa unë Azra e kam bërë si të familjes. Azra mirë se erdhe. Azra Faleminderit për ftesën. Dhe pyetja e parë që është të keni ardhur me Vespa? Po. Dhe pse nuk i morët lart këtu në katin e 18, ashensorin e kemi të madh. A gjetet parking dikun ajo? Parkingu gjithmonë. Parkingu është gjithmonë i siguruar. Shumë është i siguruar. Se ku të nalësh që aty e len. Ku jete e kemi Vespën. E ta shu që keni ardhë këtu lartë, do me thënë, ka siguri për Vespat që i keni lënë? Po. A mundet me marrë dikosh, se në Kosovë në Prishtinë jemi... Si javë në synin, a? Me marrë jo, s'besaj. Mirë. Leutrim, ti Vespa jote është çfarë ngjyre? Vespa jam është ngjyre e bardhë, edhe po është Vespa jam e dytë, një Vespa tjetër e kom pasë hiri mat, edhe tash këtë Vespën e kam ma 3, edhe po besoj që me majtë kohë gjatë, se Vespa është... A je i sigur që ki me majtë kohë gjatë, sepse prej shkupit diçka për mos po ta bin? Është e rregullueshme. Më ndihmon pak regjia, është kjo Vespa jote? Jo, këtë jemi në event në Itali. Kjo nuk është Vespa jote? Jo, kjo është një event në Itali, kemi qenë pjesëmarrës në Padova. Këto është i shfaqen veç flamuri i Kosovës, ku gjithmonë nuk hezitojmë me shfaq, edhe krenumi prej cilin vend vim. Po, Azra, është kjo Vespa jote? Kjo Bukuroshja po. Bukuroshja. Se ka imën Bukuroshja ka imën? Është bukur. Ai emroni Vespa sepse ka një? Po. Zakonisht po. Do me thonë Bukuroshje quhet e jotja. E çfarë ngjyre the ishte Vespa jote? E bardhë. E bardhë. Dhe do të them diçka, a mundet për shembull një mashkull të japë një Vespe pink? Po. Të kuqe e di që po. Ani tash pinku që është modë, meshkujt me pink. Në Kosovë ka disa Vespa që na veç i kemi po, edhe jashtë vendit ka pas edhe Vespa pink që kanë vëzit mashkujt, po në komunitetin e vespistave nuk është problem ngjyra, domethënë është veç komoditeti edhe kultura që një vespist i prezentën gjatë vëzitjes. Ta përmendim edhe këtë që pse e mban këta janë motor, pra, special për një sport të tillë. Emrin Vespa e ka nga brendi, do thotë, i motori që është italian dhe kështu emërohet në mënyrë internacionale, është Vespa, do me thënë. Po, është brand i prodhuar prej prodhuesit Piaggio, është një edicion Vespa, është motor shumë i vjetër, daton shumë kohë përpara. Edhe na i kemi përshtatë, i jemi nivel ndërkombëtar me organizime, me klub, me pjesëmarrës, kemi diversitet, marrë edhe Azra është, që është vespiste, po është edhe pjesë e kryesisë. Vespiste quhet, gjinja femërore vespiste. Jo, vespiste është term internacional për vozicit e Vespav, domthonë na nuk dallojna kurrë prej klubeve që i kanë 60-70 vjet janë prezent. Azra, për shembull, këtë Bukuroshën sa vite e ka? Unë këta e kam si 3 vite. 3 vite. E sa vite je vespiste, motoriste? Unë jam motoriste që është prej moshës 13 vjeçare. 13 vjeçare. Kush ta kam mësuar më parë? E përgjithshme motocikleta, po
këtë herë kom zgjedh Vespën, më shështru për aktivitetet e mia ditore. Kush ta ka mësuar për herë të parë motorin ose vllaja? Edhe ai është në ekipin tuaj apo jo? Kur ka qenë ai i ri, unë më kon entuziaste edhe kom pas dëshirë me ngasë edhe e kom ngasë pas të problem. Nuk e tia që ka edhe vajzat ta apasionuar pas Vespave. Po ishe edhe në rrugë tash vajzat. Reagimin e Maritës tani po. Ozra mund të na tregu, është një komunitet që Ozra është si përgjithëse, është edhe antare e kryesisë të klubit Vespa Fanatics Prishtina, edhe Ozra mas miri e organizon edhe i bën të informum komunitetin e vespistëve në Prishtinë. Na jena Vespa Fanatics Prishtina, po kemi antar edhe në Shkop, edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, jo dhe mos është pa tjetër me qenë i Prishtinës, Ozra mundet me tregu paka shumë qysh funksionon kjo komuniteti i femrave në klubin tonë. Po duket janë më të zonjat vajzat. Ne ishim duke i bisedu ma herët, instiktin e kanë, reflekset e kanë më zhvillu me femrat. Ma të kujdeshme, se gjinja mashkullore. Gjabim dorën, apo jo? Për ato dhe aksidentet janë më të pakta asaj përket. Adrenalina e kena të kontrolu me adrenalina, kurse gjinja mashkullore është më nuk e kanë kontrolu me. Unë e pranaj kështë publikisht që Ozra e shfrytëzon motorin më shumë, unë është zgjohet me to, ka aktivitete ditore, është edhe familjare, edhe përshëndetjen me edhe bashkëshortin e Ozrës, që është pjesë e komunitetit tonë, kjo zgjohet me motor edhe e mbyll ditën me motor. Kam një informacion që Azrës i është ofruar një makinë shtrenjtë dhe ka thënë jo, mama mi me nuk e ndroj. E vërtet, Po, mirë, Azra du na tregoj pak për aktivitetet, por njëkohësisht po mendoj që këtë bisedë ta shfrytëzojmë edhe në aspektin edukativ dhe më pas do të flasim për festivalin që do të realizohet. Kemi nevojë për aktivitete të tilla në vendin tonë. Kemi shumë nevojë për aktivitete të organizuara, por po shohim që çdo ditë ka motoristë shumtë në Prishtinë, në tërë Kosovën. Po shohim që disa prej tyre nuk janë fare të kujdesshëm. Më pas vendet, siguria, ka aksidente të shumta të cilat ndodhin. Çka duhet të ketë parasysh një motorist në momentin kur del në komunikacion dhe pjesëtarët e tjerë ndaj motoristit? E para është kujdesi. E dyta është pajisjet. Apo pajisjet ndoshta e para? Ajo do të shkojnë bashk. Po. Zbën pa to. Zbën. Se do ti vetëm do shme siguru edhe me pas do më gjitha pajisjet. Kacigën, dorzat, për rast mi hap sy do më thonë kontra, për mase për para. Unë e ftoj edhe i lus të gjithë vozicit e makina me pas kujdes, me këqyrë retrovizorat e pasqyret pak ma shumë na po se tash mi bo ma shumë. Më shumë vërtet në Prishtinë. Që është shumë një lehtësim për gjithë, se është ma shpejt shkon pe vend. Më le krym punë po në këtë komunikacion të ngarkuar. Se ka nga ata shoferë që janë në makinë dhe nuk ta lirojnë as pak, as nuk të shikojnë. Po tash është më mirë. Vespa kaq e vogël me na kalon neve për shembull. Rrimon çat. Jo tash po më pëlqen se kanë filluar domethënë. Por është dallimi shumë i madh para 3 vjetëve dhe sot. Do në tash kur qojnë ta lirojnë rrugën edhe aty kjo apim përparësi edhe duhet me qenë ashtu. Është edukat. Por megjithatë ka ende shumë aksidente dhe incidente të cilat ndodhin. Kush janë fajtor sipas Azrës? Motoristët apo më tepër ngasësit e veturave të tjera apo dhe këmbësorët? Mos harrojmë ta themi edhe këtë. Pa e s'po dita shkuj në mjallon fojnë, kjo është veç kujdese du të me pas. Edhe është rastësi, në që mund me ndodhë gjithë shka që nga s'mujna me parashiku. Po, atë ka ndodhë ndonjë aksident? Asnjëherë. Asnjëherë, as i vogël as. Më duket as leutrimit, sa më mamë nga intervista e kaluar. Pas një aksident vogël, po është e menaxhueshme edhe... Me Vespa ke qenë? Po, me Vespa, fatmirësisht Vespa është njëhet si skuter pak më i sigurt. Nuk është shumë i rrezikshëm si. Jo, nuk është i rrezikshëm se nuk është shumë i shpejt, ka kulturë, edhe besoj ndoshta prej motorista prej skuterëve jemi kogja të respektuar në komunikacion, shkaku që jena të pajisur si sta dhe Ozra me atë termin popullor du të me i bu në qofse vëzic me kërë syt 4 këtu me motor dush me pas syt 8 dush me i parapri edhe me mendu gjithçka, kështu që jena të kujdesshëm, jena të pajisur me pajisje. Unë disa motorista që i shoh në komunikacion kur jam me vetur
Hiç nuk më duken të kujdesshëm. A i din se çu i kalojnë? Po, Motorista. Motorista. Po. Adrenalina. Ditë sotit këto shërbime delivery, ato pak e kanë ato për ato mos flasim. Ja kanë dhënë një kohje të keqe motorista, po ju vozësve Vespest. Ozra është një shembull më i mirë i çush do të me kohën e pajisën, domthon çush shfrytëzohet edhe nuk abuzohet me vozitje në qytet. Jo, ka të bëjë me jetën e personit. Patent shofer. Patjetër, ajo do rikthehemi te festivali që do jetë me datën 24-25 këtë fundjavë. Vitën e kaluar dielën në Prishtinë. Po, vitën e kaluar nga njëshim në 10 sa e vlerësoni si ishte aktiviteti morën 11. Kemi marrë feedback. Festival ndërkombëtar, mos harrojmë ta themi. Ndërkombëtar, kemi marrë feedback të mirë, kemi pas masovikisht prej Shqipërisë. Unë jam kënaqur, thashë më ka rëstisur të shikoj edhe natë më herët edhe më pas dola, kur ishte ai shëtitje në për Prishtinë, ishte shumë bukur, Nuk e di, ishte ato ngjyrat, secili me Vespa, që do vinote më duket e kuqja do vinote më shumë ngjyra. Po, kuqja shihet më shumë kështu prej syrit njeriut. Po ngjyrat Vespa ka shumë lloj-llojshmëri ngjyrat, po edhe kemi pas prej ma atyve ma dizajnume special, domthon që me qenë prezent në festival, e kemi marrë një feedback të mirë prej gjithë pjesëmarrësve. Domthon këtë vit nuk ka më mungu kush gjë heq, tu i falenderoj sponsorave edhe hyrja ka më qenë falas. Vetëm këtu është hyrja falas në Prishtinë, sepse në vende të tjera shumicën e vendeve të tjera, po shumicën e vendeve të tjera është një kosto bajage, to e ditë çmendurisë çmimeve që ka ndodhur rritja e çmimeve, është e pamundur me bu diçka me një numër që na pipresëm deri në 350 pjesëmarrës këtë vit. Si duhet me qenë pjesëmarrës? Po, ose nëse një amator si puna ime do me marr pjesë me Vespën e tij, nuk është ndoshta në pikërisht në klubin tuaj. Po. Na veç jemi aktiv rrjetet sociale, edhe besoj tu i falenderoj edhe mediave që na kanë dhënë hapësirë me shpjegu funksionimin edhe çush do të më marr pjesë në festival. Pjesëmarrësit kanë më qenë vetëm me Vespa brenda. Është një formë e regjistrimit që ekziston në rrjetet sociale, në Vespa Fanatics Prishtina, gjendet lehtë edhe në Facebook, edhe në gjitha rrjetet tjera sociale, është një formë e regjistrimit. Kemi mbush dhonat që na veç e dim, edhe kanë me përfitu ato shpërblime që i bën sponsori Ventoro Motors, që e ka shpërblime ka? Sepse ta themi edhe këtë që Vespa nuk është festival, nuk ka garë, nuk ka çmim parë, dytë, tretë. Si ndahen ato mirënjohje dhe çfarë shpërblime merren? Po, shpërblimet kanë më marrë se në gjitha festivalet ndërkombëtare merret një goodie bags, një çantë që e përmban atë një maicë që e karakterizon festivalin. Disa fashë që na vish i ndërrojmë edhe në evente tjera ndërkombëtare, diçka prej sponsorit, në festival ka me pas ushqime, pije, numër caktuar për pjesëmarrës, po është i hapur për gjithë qytetarët, domthon qytetarët e Prishtinës, viti të tretë rregullisht që mund me pa diçka ndryshe, jashta politikës, jashta temave që na kanë Jo, pa çon një politikan aty, do të marrë pjesë në politikan, ishte. Kush ishte vitin e kaluar? A ka vespista? Po, kemi fytyra publike, Vespiste do ishte. Kemi fytyra publike, cilët kanë me qenë pjesëmarrës, besoj që e din ata shumë mirë, ata janë edhe pjesë e komunitetit ton, kemi arkitekt, profesor, këngëtar në mesin ton, politikan, jurista. Hajde përmendmi, më fal për ndërhyrjen, përmendmi disa femna, disa grado, më thënë që janë vespiste. Për shembull, presidenti i vendit. Jo, për shembull unë mendova që mundet me qenë Albulena Haxhiu. Veçja ka dëshirën, se mundet me qenë gjithmonë. Nuk është? Nuk është pjesë Albulena. Jo. Ta shikojmë, ai bie një herë në 48 orë, ndoshta është në kuvent? Pas kuvendit, pas. Ndoshta i ndihmon Vespa me politikë. Po pranoni aty të jenë. Kena relaks. Po dhe janë qytetarë të vendit njëkohësisht. Me thënë të drejtën, një soloratje me Vespa këty në predikanëve mirë i bëhet. Një shëtitje kështu mirë. Po kush ka ndonjë emër të njohur që do me përmend? Kemi Fanza Çitakun. Po, super. Fanza, kolegën tonë. Përshëndesëm. Edhe ajo është vespiste
është edhe Okej. Orta Metaj. Që janë Po, është Shqipëri Kelmendi, është Shqipëriu, këngëtar, është pjesë prej fillimit, domethënë është edhe në formim të klubit. Për shembull për Flanzën se pas na dit. Po. Flanza është vespiste shumë moti, edhe e falenderojmë shumë për angazhimin, kemi një bashkëpunim shumë të mirë, edhe shumë emra tjerë që domethënë na kompletojnë neve si klub edhe japin atë efortin edhe Na çka është jam faq për ndërprej, është një e mirë që edhe bashkëshortet e antarëve tonë bashkangjitën gjithmonë. Patjetër, s'kan çare. 50 aktiv, edhe ta që i ka ngrohtë, domethënë bën. Kush nga familja jote të bashkangjitet vjen? Mu vjen burri gjithmonë me mu, se Është vespist? Është me motor. Ai ka tjetër, po na jemi gjithmonë bashkë. Po fëmijët apo i trajnoni me qenë se je nane 3 fëmijëve? Fëmijët kanë dosh. Me jetë, nuk e dia. Nuk janë shumë aktiv. Ai mësojnë, e pe atë 3 minutë që dola jashtë. Po gjithmonë më i miri në motor? Po tash. Azra. Për fëmijët çfarë the? E duan këtë? Jo, është mosha? Edhe shumë më mirë për mua. Jo, ata nuk janë moshë 3. Po më janë moshë 3, po janë për mua. Nuk e duan shumë e çuditshme. Edhe jo, që aty jem rahat në atë aspektin që mos më bajt edhe aty në gojë ku e qysh. E qysh ti je shembull për ata. Vet po thu, është aq mirë, nuk e pas fatmirësisht asnjë aksident për fëmijët. Jam duke imagjinuar te familja e Azrës që aty çdo motor është nga mallësia më e madhe te më e vogla, domethënë ato për fëmijët edhe familjen tem po besoj që do del një vespiste. Një vajza, Vajza, definitivisht ajo veç ka prirje dhe dhe do thonë në këtë muhabet interesant që është përfshirë shumë edhe kolega ime me që vitin e kaluar nuk ka qenë, do t'jetë një protagoniste tjetër në këtë garë, në këtë kompeticion shumë interesant. Merita. Mirë se vjen. Mirë, më pëlqej shumë në familjen tënde, janë bashkuar krejt këtë vit. Po, bashkëshortja ime merr pjesë në shumicën e raste në evente edhe në rrugë që na i bojmë. Edhe si Azra e kam përditshmëri, nashti jo ton kohën shkaku i punës dhe profesionit. Çfarë profesioni? Unë jam profesion e menaxher një biznes afër aeroportit me vetura, i cili përshëndes me motora, i cili përshëndes domthonë këtë kohën e fundit festivalit i kam lënë pak cash, bon është koha e çdo antarit ton ka qenë e mangët për punë edhe për familje, cilin përshëndesëm, kena pas këgja shumë angazhime. Po une çdo mëngjes shumicën e rasteve e kam një rrugë të shkurt prej banesës ku jetoj deri te Kopshti, unë kam 3 fëmijë të vogël, të 3 hypin motor, vitin e kaluar vish e kemi pas si foto. Kështu e kemi pas si foto, ato e vish janë familiarizu edhe në moshë shumë të vogël unë i kam hyp. Ato bën vespiste. Vespiste. Ka dalje domosdoshmë. Azra, çka je me profesion? Unë për profesion juriste. Juriste. E ushtron nuk e ushtroj detyrën ende se siç dihet në Kosovë. Po. Mos tim te politika. Kështu që kom gjetë veten me vespën. Super, miri pas ke punët edhe ashtu po e zotrojshe edhe po dishe me pas shumë kujdes. Arjanin nëse ka mundësi në regjim ma sjell pak të vespën më të re, keni parë si kishte dalë sa e bukur ishte 2025 më duket nëse më Vespa Snake. Kështu quhet Snake? Ndoshta s'pedi për... E pse i bie Snake, gjarpër, Vespa? Po, gjarpër, i kanë bërë disa modele të veç që Vespa din me nëse vish i kemi si pamje, uj me tregu sakt, nëse është ajo është një limited edition, është një... Është kjo? 9-4 po Flanza ishte kjo? Është Vespa Snake që tash në event kam u shfaq si motor prej sponsorit Ventura Motors edhe kam e mujt çdo person me marr me shumë. Azra, si e kemi syrin da marrim këtë apo kushton? Po e shikon Azra kështu. Azra po më duket se ndron me bukuroshën e vet. Unë jam thash adhuruese gjitha motorave. Por doni ti ndroni për shkakun sipas viteve këto të rejat. Po. A duhet m'ja marr dorën që e themi në popull? Normalisht biciklën. Po. Kuri? Edhe Vespën e mëzit. Po pra. Unë biciklës kemi jep me kam, kësaj kemi jep me dorë. Jo, nuk e pata atë hiç atë dilemën që bile ndoshta ma e lehtë se bicikla. Po më duket që bicikla është pajisja më e vështirë për me u. Krejt na Vespë, zonë që s'ka
Pse kur shikoj në Azrën më duket se kësaj i shkon më shumë një Harley Davidson nga të mëdhenjt. Besoj çfarë dush motore mundet me vozit, po s'ka si bukuria Vespa, është unike, është si komunitet kogja preciz edhe me organizime, domthon çdo vend botës, sash ku janë të fol, besoj që nuk ka ditë që nuk organizohet diçka nëpër botë, një event lokal, internacional për Vespa. Domthon është kogja si komunitet, domthon ka shumë vespisa nëpër botë, edhe shitjet janë maramense. A është shtrejt një Vespa, një mesatare, po mendoj? Është njët si motor, si skuteri i shtrejt, po fatmirësisht ditën ke mundësi shumë të mira në vend të motors, automita, me pagu me një tarif ditore, edhe mu bu vespest, edhe me shpëtu komunikacion. Çfarë reklame, kur dalin faturën e lënë. Çdo i dyti mundet mu bu vespest, ka mundësi me vozit me kubikazh me kategori më të vogël. Sa janë kubikazhat nga deri? Nga 50 deri në 310 tash modeli i ri. Ky Snake është 125 ose 250 që ka me qenë prezent, është limited edition, është problem. Çfarë çmimi kishte, e keni parë? Ky dikun ndoshta shkon rreth 12.000 euro. 12.000 euro. Është një vespes, një fanatik, domethënë. Po janë këtë botën. Janë të limituar. Janë të limituar se për shkak të çmimit unë besoj që secili do ta merrte. Një meriton ose Astra ose Levtri. O Maxi, ne po kemi para për vetura që janë super të shtrejta, e vespistat se kanë atë adrenalinën edhe për 12.000 euro, domethënë po besoj që shumica krijojnë mundësi për me marrë. Nashti ju për buxhetin ton fatkeqësisht, që di, po këto Vespat me kushte shumë të mira tash mundën me marr edhe me kredi. Po na këtë limited edition e ka kryetari jon Enis Berkulli, cilin e përshëndetëm. Ai ka një Vespa Dragon që është limited edition, që është e vitit të kaluar, më shfaq domon çdo vit Vespa e krijon një ngjyrë të re, një edicion të ri. Ma herët ka qenë Vespa Bunny, që njihet si lepë. Leutrimin, unë e kam pyet, më duket herën e kaluar që ti nëse nuk do të lindëshe pak kështu nga Kosova shqiptare, ke pak gjak dhe italian. Ta kam bërë këtë pyetje, ta pyes pak Azrën, për shembull, ju çfarë lidh me Italinë, me çënjë dashuruar pas Vespas, vetëm Vespa, ë? Po. Kërkoni pak në Emrusi përbashkët Vespa. Kërkoni pak në zanafillën tuaj, se kush e di, në një stër gjyshe, ose stër gjyshe. Unë jam Teresak, kështu si s'kam Dem baba dem. Imagjinoj një Teresak italian. Se jo. Mirë, çfarë karburanti kanë Vespat? Janë benzin. Vetëm benzin. Po, veç benzin. A ka Vespa elektrike? A flitet për Vespat elektrike? Kam prodhu, është në shitje, ka kështu kustomizume që kema pas raste me i pa në... Më mirë me benzin se elektrike, energji... Po, na jena fans të benzinës. Po, benzinës, që domon mushësh kur të mundësh, fatkeqësisht... Sa kilometër me një mbushje mund të kaloj Vespa, afërsisht? Unë e muj me bo 200 km, 190, 185, e kalon krejt Kosovën pa problem. Po, edhe si vozit, sa e vozit. Sa është adrenalina. E sa ka qenë më gjatë udhëtimi me Vespa për ty? Sa kilometra? A ke bën ndonjë momentalisht i kum bo 10.000 kilometra. Halo pa i bo një vjetë, prej që se ku mot, prej që shorin që shor, so kilometra pja boj dëmon për një vetë. Ose udhëtimi më gjatë që ke bërë për një ditë për shkak ke shkuar nga Prishtina? Unë kum bo udhëtime bajagi shumë. Mos thon gjithë Kosovën e kum vizituar, që se kum ditë sa e bukur është Kosova. Viset malore, ato rrugë ta din që janë gjarprure. Kam qenë Greqi me Vesp. Me Vesp në Greqi. Në Selanik. Kemi qenë një event ku ka qenë në Kozani në Greqi, kemi qenë bashkaresht një numër i konsiderueshëm. Po Evropës a ja keni mësy? Kom qenë Malzi, Maqedoni mos plasëm, Shqipni, domon boll. Menoj me shku në Kapri. Po, në Kapri. Po. Menoj. Tash na veç kena vendos këtë vit kemi marrë pjesë edhe në Kroaci, na kemi qenë një numër i konsiderueshëm në Makarska në Kroaci, një rrugtim 1600 kilometra. Vespa njihet që e ka atë tenkun rezervoarin si të jemi të vogël, po që ajo komplet kultura që bëhet domon gjatë ndalesave, kena kujtime të bukura, ndalesa të shumta se domon do të mundoj me mbush
Sa gjatë Të pas kom shtunën dhe të fol. dielën, çfarë ore njës? Jemi në fund, kështu që të flasim pak edhe për këtë sepse 2-3 orë që kjo mundemi është të folim. kryesorja. Po, mos ta harrojmë këtë vetëm shkurt në 2-3 minuta. Eventi nis në ora 11 të shtunën, përfundon të shtunën në ora 23, edhe hapet të dielën në ora 9:30, gjatë gjithë kohës të eventit ka me pas aktivitete, ensemble, show, race, një race të vogël, domthonjë slow race tirët, prej vendit një pikë të caktuar janë 100 metra ku shkon më ngadalë domthonjë. Unë e deshta unë do lidhë dhe me bo thirrje gjinis femnore, le ta Natyrisht. bashkangjiten, le të shohin çka është, le të përjetojnë, edhe ndoshta bomi edhe më shumë. Natyrisht. Aty do jemi edhe ne, Merita, gati? Gjithsesi. Nuk do t'jem në Prishtinë, e denti që shtunës do t'jem në Prishtinë, sepse me shumë dëshirë, por në ndonjë rast tjetër kur nuk organizohet festival, pse jo, këta na presen, Po, gjithë. edhe mos si Po na dihet. gati çdo javë kemi rrugtime në qytet, kështu që është rast i mirë me na bashkangjit. Kanë me qenë prezent shumë femna që ish Azra. Jemi sarnë me mu kur dushme. Faleminderit Azra, faleminderit shumë. Në shkop të Suksese. mbaj, patjetër. Faleminderit shumë Faleminderit për shumë. ftesën. Suksese, faleminderit shumë.